E dëgjojmë shpesh të fjalën që sa herë ndodh ndonjë vrasje që ama se nuk vret njëri kot. Dhe harrojmë që në shtetin tonë të dashur, sado i bukur të jetë, sado tradita të forta të ketë, ka edhe një problem shumë të madh, ku njerëzit vërtet vriten kot fare. Dhe kur e bëjnë të rriturit një gjë të tillë, çfarë mund të presim nga fëmijët? Një krim në zemër të Tiranës që tronditi gjithë Shqipërinë dhe sigurisht i bëri gjithë të përqafonin çik më shumë fëmijët e tyre përpara se t'i vinin në gjumë, sepse të gjithë për një moment e gjetën veten duke ndjerë dhimbjen e familjes Cani. Në momentin që djali i tyre, Martin Cani, humbi jetën në një situatë vërtet shumë absurde dhe mbi të gjitha që mund të ishte evituar. Kjo video nis pak ndryshe, jo si gjithmonë me ato introt e mia të çuditshme, sepse duhet që se rasti është shumë delikat. Dua të them ja dy gjëra të vogla. Në fillim, e para, kjo video nuk lind në asnjë moment as për të hetuar, as për të, nuk e di, për të vënë gishtin kush e ka fajin, kush nuk e ka fajin. Sigurisht që unë si qytetare shqiptare kam drejtën të jap opinionin tim, por nuk dua të merret si diçka një fakt. Në fund të ditës, në momentin që do jetë thjesht opinioni im, do ja them përpara që është opinioni im dhe nuk është fakt. Unë nuk jam gazetare investigative, unë nuk jam gazetare fare, dhe kam shumë respekt për figurën e gazetarit, kështu që nuk mund të quhem gazetare. Kam thjesht një pasion për të vënë drejtësi në vend, dhe sigurisht që duke mos qenë pjesë e trupit gjykues nuk mund të bëj gjë tjetër përveç se të ndërgjegjsoj njerëzit me videot e mia. Kështu që kjo video ka qëllimin thjesht për të ritreguar atë historinë e tmerrshme që na tronditi të gjithë dhe para një viti, për të mbajtur gjallë kujtimin e Martinit dhe për të ndërgjegjësuar të rinjt, por edhe të rriturit, mbi të gjitha të rriturit, mbi rëndësinë e edukimit të fëmijëve. Sepse sigurisht që fëmijët që se shohin të rriturit që vriten për një kafe, ka shumë shanse që të ndjekin atë shembull. Për më tepër, kjo video mund edhe t'i dalë përpara familjes së viktimës dhe nuk dua që thjesht i hap ato plagët që ato po mundohen me kaq shumë vështirësi t'i mbyllin. Pavarësisht se unë i kam parë intervistat e tyre dhe janë vërtet njerëz shembullor dhe mënyra se si e kanë përballuar gjithë të situatë ka qenë vërtet për t'u admiruar, por sidoqoftë nuk dua që kjo histori t'ju mërzisi, kjo video t'ju mërzisi dhe thjesht t'ju rikujtoj ato gjërat e kaluara. Unë nuk është se do them bëjnë gjë të re sot, do them thjesht historinë bazuar tek artikujt dhe intervistat që janë dhënë. Kështu që nëse nuk ndjeni mirë, mos e shikoni fare videon. Sigurisht shpreh dhe ngushëllimet e mia më të sinqerta për humbjen. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë me historinë. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteriland. Këtu ku ne tregojmë histori true crime dhe paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme, dhe sot kemi një histori që besoj nuk ka shqiptar që nuk e njeh. Nëse këto lloj videosh, këto lloj tematikash ju interesojnë, ju ftoj të bëni subscribe, të lini një like dhe një koment me mendimin tuaj mbi këtë historinë. Sigurisht mbasi të keni dëgjuar të gjithën dhe prisni deri në fund videos për ta lënë atë komentin, që unë i lexoj gjithmonë dhe i vlerësoj shumë komentet që më lini tek videot e mia. Angel Cani punonte si kamarier për të mbështetur familjen e tij, gruan dhe dy djemtë e tij, Henrin, që ishte djali i vogël, dhe Martinin, djalin e madh, që nuk është se ishte edhe i madh, në fakt ishte vetëm 14 vjeç. Në muhabete sipër me klientët, ai hapej ndonjëherë dhe tregonte edhe për vështirësitë që po kalonte familja e tij, për sa i përket situatës së Henrit, djalit të vogël i cili është në spektrin autik dhe fatkeqësisht në Shqipëri kushtet nuk është se janë më të mirat për fëmijët që kanë nevojë për kura specifike dhe terapi specifike. Kështu që kishin planifikuar që të zhvendosesh që të katërt në Amerikë,
Dhe në fakt kishin aplikuar çdo gjë, po thjesht po prisnin përgjigjen. Arsyeja e transferimit në Amerikë nuk ishte vetëm Henry, ishte edhe Martini, sepse Martini kishte një ëndër që të bëhej futbollist. Dhe babai e kishte inkurajuar gjithmonë që ai të punonte, të përmirësohej, sigurisht të vinte mend e shkollës dhe ai do ta mbështeste. Do të bënte të pamundurën që djali i tij ta realizonte ëndrrën. Dhe këtë gjë po thot edhe në ditën kur do të ngjarja. Flodena Lala në një artikull ka shkruar pikërisht për momentin se kur babai Martinit ka marrë telefonatën që i shkatroi të gjitha planet e tij. Thonë që i biri Martini ndodhej në spital dhe duhet të shkonte patjetër atje. Po atë ditë, rreth mesditës, një farmaciste kishte parkuar makinën aty afër. Shikon një turm njerëzish dhe thjesht mendon janë nxënësit që po dalin nga shkolla me idenë që mbaroi dita e shkollës dhe tani do ikim në shtëpi dhe të luajmë dhe të jemi rehat. Por shikon që mblidhet një turm e madhe njerëzish dhe vendos të dalin nga makina. Fal Zotit, kjo vajzë që kishte një uri mjekësore del nga makina sepse ku më mirë se ajo mundej të jepte ndihmën e parë fëmijës që ndodhej aty për tokë. Gjëja e parë që vajza bën në fakt është të lajmërojë menjëherë ambulancën dhe t'i thotë që në fakt është një fëmijë aksidentuar sepse kështu ju duk në fillim. Nuk i kishte shkuar kurrë në mend që ajo çfarë kishte ndodhur, ishte diçka shumë më e rëndë se sa një aksident. Dhe janë fjalët e njerëzve aty rrotull që i thonë që nuk bëhet fjalë për një aksident, po dikush i ka ngulur thikën. Menjëherë ajo merr në telefon edhe policin, sepse kuptojnë që është një situatë komplet ndryshe nga aksidenti dhe ai afrohet djalit të vogël që ta ndihmojë. Duke qenë se shumë njerëz ishin aty rrotull, shumë njerëz kishin lajmëruar ambulancën dhe në fakt ishin nisur 2 ambulanca, një nga QSUT dhe një nga trauma. Pra, problemi është që vendi është zona është plot me makina, ka trafik të tmerrshëm dhe ndoshta akoma në Shqipëri nuk është kultura që t'i hapej rruga ambulancave, kështu që duhet patjetër të dalë dikush dhe të bërtasi që njerëzit ta kuptojnë që është një situatë e rëndë dhe duhet të hapin rrugën. Por këtu ka një problem shumë të rëndë. E kemi marrë në makinë sepse nuk prisnim dot më për ambulancën, edhe pse ishin vetëm 4 minuta që nga ngjarja, dhe e kemi akomoduar në pjesën e pasme të makinës së zonjës dhe unë që kam ecë para me makinën time për t'i liruar rrugë. Një djalë vetëm na ka ndihmuar që ka hip me djalin me viktimën nga pas dhe i ka mbajt plagën për të mos pasur hemoragji. Dhe unë që hapja rrugën gjithkohës, një efektiv policie më ka ndihmuar në kryqëzinë të Oslos, pasi më ka hap rrugën për të drejtuar në QSOT. Dhe përveç ambulancës që është nis nga traumat, është nis dhe një ambulancë tjetër nga QSOT-ja, nga urgjenca. Hua rrugën me makinë që mos të vinte asnjë makinë nga QSOT-ja dhe në kryqëzim dhe kemi transportuar djalin nga makina e zonjës e kemi fut në ambulancë. Ishte i gjallë, kërkoi nënën e vet në ato momente. Foli, nën, rëkonte pak për pjesën e plagës dhe e kemi hip në barel në ambulancë. Unë kam ndjek ambulancën, kam shkuar te traumat, kam pyetur aty si është djali dhe më kanë thënë që fut në operacion. Spitali Traumës nuk ka kardiolog, pra nuk ishte i specializuar për këtë lloj situate. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, a kanë futur një doktor tjetër të pa specializuar, sepse djali është futur menjëherë në operacion. Dhe nuk e di që se kam pritur të vinte kardiokirurgu nga ana tjetër, apo është futur një mjek tjetër që ndoshta nuk kishte ato aftësi për të operuar një djalë që ka marrë këto lloj plagësh. Dhe kjo është pika e parë ku është bërë gabimi i rënd. Kjo është një nga gabimet e rënda dhe prandaj ne nuk mund të themi që ajo që ndodh më vonë ishte thjesht fati. Djali i vogël që u fut me urgjencë në spital dhe në operacion ishte pikërisht Martin Cani. Djali i Angel Canit, i cili ndërkohë ishte lajmëruar në spital, ai kishte takuar farmacisten dhe farmacistja tregon që nuk pati zemër t'i thonte që djali ishte goditur tamam në zemër, ishte goditur te krahu, ndoshta në tentativë për ta qetësuar. Ai kishte ndezur një cigare, ishin përshëndetur dhe farmaciste kishte dalë nga aty sepse tashmë nuk mund bënte më asgjë. Dhe vetëm pak minuta më vonë kishte marrë një telefonat ku e kishin lajmëruar që Martini kishte humbur jetën. Doktorët nuk kishin arritur ta shpëtonin. Dhe këtu është pyetja e parë, pra, ndoshta nëse do kishte qenë një kirurg i specializuar për këto lloj rastesh, ndoshta Martini do ishte gjallë. Por si ndodh gjithçka, si arrin një djalë aq i qetë, aq i dashur nga të gjithë si Martini të përfshihet në një sherr.
dhe mbi gjitha kush e kishte goditur. Filluan të dalin shumë teori. Një nga informacionet e parë që del është që Martini është goditur nga një bashkëmoshatar i quajtur Mario Përleshaj. Dhe të gjithë po pyesni veten si doli ky informacion kaq shpejt. Por këtë informacion me siguri e kanë dhënë shokët e klasës që e kanë ditur që Mario atë ditë kishte ndërmend të bënte diçka të keqe. Po, sepse zënka nuk kishte nisur ditën e hënë, kishte nisur ditën e premte. Për një dëshmi të dhënë në televizion dhe mendoi edhe policisë, një nga aktorët shqiptare, Adelina Muçaj, ka treguar që vajza e saj ishte shoqe me Martinin dhe kishte qenë në dieni që Martini kishte pasur një zënk. Martini saj kishte treguar që kishte pasur një zënk me një djalë për një arsye idiote në fakt. Praktikisht atë ditë Martini kishte qenë me nerva për problemet e veta, kishte thënë një sharje dhe Mario që kishte qenë aty afër kishte menduar që e kishte me të. Dhe e kishte shtyr. Edhe Martini e kishte shtyr dhe kështu ishin filluar të zieshin. Në atë moment kisha kaluar aty një zotëri që kishte tentuar të ndante dhe nuk kishte mjaftuar thjesht të ndante, po kishte bërë një gest që ndoshta nuk duhej. Jo ndoshta, po nuk duhej, sepse ti nuk mund ta prekësh fëmin e tjetrit. I kishte gjuetur me shpull Martinit, sepse kishte parë vetëm pjesën që Martini kishte reaguar dhe jo pjesën që Mario kishte sulmuar i pari. Kjo është zënka që ka ndodhur ditën e premte. Dhe për këtë zënk, familja e Martinit nuk është lajmëruar. Të gjithë kanë qenë në dieni të kësaj zënke, e gjithë shkolla, i gjithë stafi i shkollës dhe askush nuk ka bërë asgjë. Askush nuk ka thritur askënd në drejtori, askush nuk ka çuar asnjë nga fëmijët tek psikologja e shkollës, që me sa duket e kam vënë tani, kur kam qenë unë nuk ka pas psikologë e shkolla fare, dhe nuk është bërë asgjë. Ditën e hënë, djemt kanë pasur një tjetër zënk afër banjove të shkollës, gjithmonë për të njëjtën arsye, pra për atë sharjen që Martini betoi që nuk e kishte pasur me Marion dhe Mario që ngulte këmbë që jo e ke pasur me mua. Betu ishte që në roja e shkollës që kishte ndarë. Por është një detaj tjetër që nxënësit e kanë treguar më vonë. Kanë treguar që mëngjesin e ditës së hënë Mario ka pasur një thik me veten në shkollë. Dhe e kanë nxjerrë në klasë, në mes të gjithë nxënësve. Dhe ka thënë, shikoni se çfarë do ndodhi sot. Prisni dhe do shikoni se çfarë do ndodhi sot. Dhe ky detaj në fakt ka dalë më vonë. Ka dalë më vonë sepse doli një përgjim ku prindrit flasin me njëri tjetrin dhe pohojnë që me siguri stafi i shkollës ka qenë në dieni të kësaj gjëje. Do thoni ju, po nga e dim ne që nxënësit kanë shkuar dhe kanë folur me mësuesit për faktin që një nxënës i klasës tyre kishte një thik me vete. Ne këtë nuk e dim, nëse kanë shkuar apo jo. Dhe fatkeqësisht dhe nuk i vë faj, sepse duke qenë se të rriturit po silleshin sikur nuk kishte ndodhur asgjë, fëmijët vendosin ta marrin situatën në dorën e tyre dhe vendosen të takohen orën e 5 dhe orën e 6 që të sqarohen. Dhe jo, nuk dua të dëgjoj, jo po pse nuk ka shkuar tek mësuesit, jo po pse kam provuar unë vetë që të shkoj tek mësuesit kur kisha problem në shkollë, dhe jo vetëm që personi tjetër nuk i bën asgjë, po ma vën fajin mua. Kështu që duke shumë qartë profesionaliteti i këtij stafi. Pra orën e 5 dhe orën e 6, si Martini dhe shokët e tij, si Mario dhe shokët e tij, marrin leje nga shkolla që të dalin para kohe dhe shkojnë të sqarohen. Dhe aty ndodh gjëra të mëshme. Aty ndodh sherrri i madh ku mbeten plagosur jo vetëm Martini, por edhe një djalë tjetër, një shok i tij quajtur Luis Meçe, i cili fatmirësisht arriti të marrë ndihmën e parë dhe nuk ishte plagosur aq rënd, por Martini ishte ai që humbi jetën. Tani, teoritë e para kush kanë qenë? Sigurisht që duke qenë se ne jemi popull shumë, po shumë maskulist, teoritë e para ishin që janë sëmë për një vajzë. Dhe ti shikoje komentet e shqiptarëve në për çdo artikull që publikohej në atë pikë, sepse unë e kam ndjekur si rast që nga fillimi dhe ishin vërtet të mëshme, me njerëz që thonin ja pse vriten gratë, ja fajin e kanë femrat që kur janë të vogla shiko si provokojnë, ç'a bëjnë, dhe kthyen komplet situatën në një betejë të madhe kundër, në një fushat urrëtie kundër femrave, që s'kishte lidhje fare, po edhe sigurt të kishte qenë për një vajzë. Absolutisht, çfarë faj ka një vajzë që 2 djem nuk arrin dot të ulen dhe të sqarojnë gjërat siç duhet. Por nuk ishte fare rasti një vajze, s'kishte lidhje fare. Pra, gjithçka kishte ndodhur për shkak të kësaj, një keq kuptim.
Shumë shpejt policia arrin të gjejë se ku ndodhej Mario. Kjo sepse Mario poston një foto të dorës së tij të gjakosur mbasi kishte ndodhur çdo gjë. Kishte postuar edhe foto me armën e krimit, me thikën që gjendet në një çantë disa kilometra, disa metra më tutje nga skena e krimit. Dhe Mario në atë moment ndodhej në një spital privat ku po kurohej. Por nga ana tjetër po kurohej në spitalin normal, në spitalin shtetëror edhe Luisi. Dhe Luisi, sa po e merr veten pak, jep një deklaratë bomb, një deklaratë që më pas do hitet poshtë nga policia e shtetit dhe do ketë një kështu përplasje kokë më kokë mes këtyre personave. Luisi thotë që përveç Marios, ishte edhe një djalë tjetër i armatosur aty. Kishte një thikë më të vogël dhe goditën që të dy. Një gjë, një deklaratë e tillë përsëritet për mediat edhe nga babai i tij, nga babai i Luisit, pra. Dhe fillojnë të qarkullojnë teori, fillojnë të qarkullojnë fjalë, fillojnë të qarkullojnë edhe emra. Se kush mund të ketë qenë djali i dytë dhe dini gjën më absurde? Vetë avokatët mbrojtës të Marios në gjykatë do e mbështesin atë çfarë ka thënë Luisi, që ka qenë një tjetër djalë i armatosur dhe është sigurisht për të mbrojtur klientin e tyre. Ka qenë pikërisht ky djalë i armatosur që ka goditur Martinin, ndërkohë Mario ka goditur Luisin. Pse kjo strategji e avokatëve të Mario sigurisht për të thënë që Mario ka goditur, por fal goditjes tij nuk ka ndruar jetë njëri, ndërkohë është ai tjetri që ka goditur Martinin dhe më pas Martini ka ndruar jetë. Pra, vetë avokatët e të akuzuarit kryesor po thonë që Luisi pas ka të drejtë. Është shumë për t'u admiruar fakti që Luisi, një 14 vjeçar, që ka gjetur vetë një situatë kaq të tmerrshme, ku është plagosur vetë, që ka qenë vetë afër vdekjes, del përballë trupit gjykues, i rrethuar nga të rritur, nga këta persona që ka përballë dhe di që ka kundër policinë e shtetit, që vazhdon të thotë që Luisi po gënjen, dhe ky djalë akoma sot e kësaj dite i qëndron besnik asaj çfarë ka thënë në fillim. Nuk ka hequr kur dorë së deklaruari që në atë sherr kanë qenë 2 djemë të armatosur. Dhe çuditërisht ky person tjetër, edhe pse ju përmend emri, edhe pse doli, domethënë që mund të kishte një arsye pse të mbrohej nga institucionet, nuk është proceduar kurrë penalisht. Sigurisht që çështja shkoi në gjykat sepse pavarësisht se krimi është bërë nga një mitur, prap ky mitur duhet të dënohet në një lloj forme. E megjithatë çështja vazhdon të zvarritet. Tash unë e imagjinoj që nuk është e lehtë, por duke parë impaktin që pati kjo histori në popull, sinqerisht unë mendoj që do zitej brenda pak muajsh, megjithatë ka kaluar mbi një vit dhe ne akoma nuk kemi një vendim gjykate, që edhe nëse vjen, kam shumë frikë që nuk do jetë asnjëherë i plot. Gjithashtu prindërit e Martinit janë një shembull fantastik për gjithë ne si qytetarë. Mënyra se si ata kanë pranuar dhe si kanë reaguar ndaj gjithë kësaj situate. Kanë treguar një qytetari që vërtet shumë pak njerëz nuk kishin treguar. Kanë thënë që nuk duan hakmarrje ndaj askujt. E megjithatë të kishin pritur minimumi një kërkesë falje nga familja e Marios, që nuk ka ardhur kurrë, paktën deri sot që ne flasim. Sigurisht që familja e Marios do mbrojë fëmijën e vet. Unë nuk jam prind, po këtë gjë e kuptoj. Megjithatë, ka ndonjëherë prindi mendon që po e mbron fëmijën e vet, por në fakt po e dënon atë me një fund edhe më të hidhur. Kështu që nëse kjo video do i dalë ndonjëherë përpara, sigurisht nuk pres që ta mirëpresin këtë që do them unë absolutisht, sepse duke pasur parasysh që nuk kam pasur një sjellje nuk kanë treguar kaq shumë bashkëpunim me familjen e Martinit, nuk pres që të mirëpresin dhe të pranojnë deklaratat e mia, por do i kërkoja që për një moment të reflektojnë mbi këtë situatë. Nëse Mario dënohet, që do dënohet me siguri, po do dënohet si minoren me siguri. Kështu që do marrë një dënim edhe më të shkurtër nga çdo merrte nëse ky krim do ishte bërë nga një rrit. Mario të dalë nga burgu, do ketë mundësinë që të rinisë jetën e tij. Dhe është ndoshta pikërisht ky dënim që i duhet atij, që të rehabilitohet dhe të kuptojë që dhuna nuk sjell asgjë të mirë. Dhe të kuptojë rëndesën e asaj çfarë ka bërë, sepse unë dyshoj ai e ka kuptuar
se sa rëndë është ajo gjë që ka bërë. Ose ndoshta mund ta ke kuptuar tani vonë, po aty në moment nuk e ka kuptuar. Sepse kur rrethosh nga dhuna dhe nga këto lloj nga armët, nga nga këto mentalitetet që i forti mbjeton sot, nuk kam si pres që një fëmijë të arrijë të situash të deportoj përtej kësaj. Megjithatë, këta fëmijë duhen riedukuar, duhen rehabilituar dhe ka shumë shanse që t'i jepet një shans i dytë në jetë. Prandaj është shumë e rëndësishme që familja e tij të jetë e para që ta kërkojë drejtësinë për martinin. Pra familja e marrës duhet ta kërkojë para drejtësinë për martinin, sepse në këtë mënyrë do t'japin djalit të tyre një shans të dytë në jetë. Për sa kohë Mario do jetë në burg, familja e tij do mund të shkojë, ta takojë, ta përqafojë, t'i qëndrojë pranë dhe më pas ai mund vazhdojë jetën e tij si çdo qytetar tjetër. Po e dini se kush nuk do ta ketë kurrë këtë shansin që të përqafojë fëmin e vet? Familja e Martinit. Familja e Martinit nuk do ketë kurrë shansin që ta çojnë djalin e tyre në shkollë, nuk do kenë kurrë shansin që ta shohin djalin e tyre të realizojë ëndrrën e tij si futbollist, nuk do jenë aty dhe nuk do ta shohin kurrë djalin e tyre të diplomohet, nuk do ta shohin kurrë djalin e tyre të martohet, të ketë fëmijë, nuk do bëhen kurrë gjyshër nga Martini, nuk do jetojnë dot kurrë ato eksperienca që ata kishin menduar që do jetonin me djalin e tyre. Dhe unë e kuptoj që një kërkesë falje nuk e kthen kohën mbrapa, por është minimumi që meriton kjo familje. Ndryshe, nëse ne mendojmë që i ndihmojmë fëmijët tanë duke i mbrojtur ata edhe kur e kanë gabim, veç se vetmja gjë që i mësojmë është që ata mund të sillen si duan dhe mund të bëjnë çfarë duan dhe mund t'i marrin jetën kujt duan, sepse funja fare ne do gjithmonë aty që t'i shpëtojmë. Mirë po kjo është thikë me dy presa, sepse kështu mund të mendoj dhe djali i dikujt tjetër dhe t'i marrë nesër jetën djalit tënd. Është vërtet një bombë me sahat. Kështu që për të evituar tragjedi të tjera që fatkeqësisht plagosje po të gjejmë për ditë, po shpresojmë që të mos arrijë puna deri këtu, le të ndërgjegjësohemi pak si popull, le të ndërgjegjësohemi pak. Pse ndodhin këto gjëra? Pse një adoleshent, dhe këtë që e shoh kudo, sidomos edhe në rrjetet sociale, sepse nëse nuk e dini, unë jam edhe në TikTok dhe komentet më të këqija dhe më të pashpirta dhe mungesë empatie më vjen pjesa më të madhe të rasteve nga djemt të këtyre moshave. Edhe vajza fatkeqësisht, por pjesa më të madhe janë djemt të këtyre grup moshave që flasin një lloj mënyre shumë të dhunshme dhe sigurisht pastaj rezultati është ky. Unë nuk dua të them, tretoj gishtin e them e ka fajin prindi, e ka fajin ky, ka shumë prindër që mund t'i neglizhojnë edukimin e fëmijëve të tyre, që nuk është por nuk është në të njëjtën kohë, në të njëjtin nivel me atë që e nxit fëmijën që t'jetë i dhunshëm. Ne nuk mund ta dim situatën në shtëpinë e autorëve. Dhe ky shembull i keq mund të vijë edhe nga artisti i preferuar, mund të vijë edhe nga nga shokët e lagjes, mund të vijë nga shkolla, mund të vijë nga kudo. Kështu që nuk po them që duhet trajtuar gishti dhe thuhet e ka fajin filani apo filanja. Faji vetëm që deri tani është provuar është i autorit që ka kryer krimin me dorën e tij, por besoj që nëse analizohet kjo situatë çik më thellë, që i gjithë komuniteti është fajtor. I gjithë komuniteti që fokusohet vetëm te vajzat. Vajzat nuk guxojnë të bëjnë asgjë, vajzat nuk guxojnë të lëvizin gishtin dhe prandaj thonë njerëzit që ama se femra ka intuit. Jo, femra nuk ka intuit. Femra thjesht duhet të ketë kujdes për çdo hap që hedh, sepse ka gjithë fisin te koka që shikon çdo veprim të saj. Po ky fisi merret vetëm me vajzat. Ndërkohë djemt i lënë, hajtë se rriten vetë se djem janë. Dhe sa herë që janë djem. Pra djemt rriten pa shembullin që ti mësoj se si duhet të sillen në jetë. Rriten duke parë lagjen, duke parë shembuj edhe jo shumë pozitiv në televizor apo kudo tjetër, sepse gjithë fokusi i familjes ose i fisit është tek vajza. Djemt rriten vetë. Vërtet rriten vetë, por rriten vetë dhe vrasin njëri tjetrin, vrasin vajzat pastaj.
mbi 90% e krimeve të dhunshme bëhen nga meshkujt. Dhe nëse kjo gjëja, kjo nuk është luftë meshkuj-femra, kjo është një betejë që ne si popull, si komunitet duhet ta luftojmë kundër gjërave të këqija, kundër sjelljeve negative. Sepse e di shumë mirë që dikush mund dalë e thotë o fut feminizmin kudo ti. Nuk është çështje feminizmi. Pavarësisht se feminizmi ka një rol shumë të rëndësishëm këtu, sepse feminizmi po i shtyn këto tema që diskutohen, sepse pjesa më e madhe mbyllin veshët kur bëhet fjalë për kështu gjërash. Është një nga betejat më të rëndësishme që ne si popull duhet luftojmë, që duhet t'i mësojmë njerëzve, njëri tjetrit, fëmijëve, që gjërat nuk sillen duke u vrarë, duke u sharë, zillen duke u ulur dhe duke diskutuar si qytetar. Duke treguar empati, duke dhënë drejtësi dhe vetëm kështu mund të ecet përpara. Nuk është burrëri ti marrësh jetën dikujt. Nuk është burrëri të dalësh me thik në përçepa. Nuk është burrëri të vrasësh dikë, të mbash pistolet. Burrëri është që edhe kur ti ke instinktin që të bësh një gjë të tillë, të arrish ta frenosh veten. Kjo është burrëria. Dhe të mendosh është shumë ironike që këtë lloj burrërie, këtë lloj aftësie po e kanë më shumë femrat. Kjo ishte historia që kisha përgatitur për ju sot. Kam vënë re që familja e Martinit ka hapur po mendon të hapë një fondacion, kanë vendosur të krijojnë një muze për të mbajtur gjallë kujtimin e djalit të tyre dhe sigurisht që kanë nevojë për ndihmën e gjithëve. Unë do t'ju lë të gjitha të dhënat tek përshkrimi i videos, nëse keni mundësi të ndihmoni, edhe pak mund të ndihmoj sepse pak këtu, pak aty, pastaj mblidhen ato lekët dhe mundemi vërtet të ndihmojmë goxha. Dhe nëse kjo gjëja nuk e bëni dot, mjafton edhe thjesht të flisni për historinë e Martinit. Ta shpërndani videon time, ose nëse nuk doni të ma bëni këtë gjë sepse mund të duket sikur unë dua thjesht që të meci video. Thjesht flisni për historinë e Martinit, flisni me gjithë njerëzit rreth ju, flisni me fëmijët tuaj, flisni nuk e di edhe nëpër shkolla, duhet folur edhe nëpër shkolla. Më bërë përshtypje një postim i shkollës time në nëntëvjeçare në Shqipëri që në momentin që ndodhi ngjarja të nesërmen, atë nuk e di mbas një jave, bëj një mbledhje me prindër urgjente ku flasim për këtë rastin. Dhe sigurisht që më bë qefi, sepse më kujtua si që tash vetja ime, që kur kërkova mundim atëherë më thanë nuk bëhet, jo vetëm nuk bëhet, po e keti fajn. Pavarësisht se nuk arriti puna teknikat, por edhe ajo një diçka. Po prap nuk ishte diçka e lehtë. Po të paktën po shoh që po lëvizin, po modernizohen pak, po mundohen të ndryshojnë gjërat dhe duhet bëjmë akoma dhe më shumë. Nëse keni ndonjë ide se çfarë mund të bëj unë personalisht më shumë, mos hezitoni të ma thoni, nëse ka ndonjë mënyrë për të ndihmuar më shumë, mos hezitoni të ma thoni. Unë jam këtu sepse qëllimi im është pikërisht ky. Unë ju përshëndes, ju falenderoj që e pat video deri në këtë moment. Duke shpresuar të mos kem thënë asgjë të gabuar. Duke shpresuar të mos kem lënduar njëri me këtë video. Unë ju përshëndes dhe ne do të ritakohemi, shpresojmë në orar dhe në ditën që supozohet të nxjerr videot herën tjetër. Ciao.